أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إليه. تداشر بندروا الرزق بسيطار جماعة بشأن الجميع. Sot në këtë ligjerat para namazit të gjumas, dua t'i them disa fjalë rreth një surës që besoj që shumica prej nesh e din, edhe shpesh e lexojnë në namazet e tyre. Po kjo sure ka një vlerë të veçantë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por gjithashtu ajo që është shumë e rëndësishme jep mesazhe dhe domethënie shumë të mëdha për jetën e besimtarit. Flasim për surën El-Kafirun, ose ajo që na i themi Kul ya ayyuhal kafirun. Edhe besoj që shumica për ju këto e dini këtë surë. Inshallah s'ka dikush që se din këtë surë. Ku Allahu Jalal thot بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ka që është e shkurt kjo sure, mirë po, vlera e kësaj sure është e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e sabahut, në rekatin e parë e këndonte Kul ya ayyuhal kafirun, në rekatin e dytë e këndonte Kul huwallahu ahad. Pastaj në namazin e vitrit, në rekatin e parë e këndonte Sabbih isma rabbikal a'la, në rekatin e dytë e këndonte Kul ya ayyuhal kafirun, dhe në rekatin e tretë e këndonte Kul huwallahu ahad. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte kur dikush me juve bie në gjub me flet mes tjerave, lexon dhe të këndon edhe surën El-Kafirun. Pra këto janë argumente që tregojnë vlerat e madhe që ka leximi i kësaj sure dhe jetesa e besimtarit në këtë sure. Çfarë është kjo sure e madhe? Edhe kjo është ajo që na do mundohemi ta shohim. Po fillimisht të japim një përfshim të thjeshtë këtyre ajeteve. Thot Allahu Jalal, thuaj o Muhammed atyre tjerëve, o ju jo besimtar. Do të thirrje për t'ia përcjellë këtë mesazh të rëndësishëm që vjen pas të gjithë jo besimtarëve. Jo vetëm atyre në kohën e tij, po prej asaj kohe deri më sot edhe deri kiamet, kushdo që është jo besimtar, vlen kjo deklaratë, vlen kjo thirrje. Thuaj o Muhammed atyre, o ju jo besimtar. Çka? La a'budu ma ta'budun. Unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni. Idhujt e gurit, idhujt e grurit, njerëzit, gjinë, melaçe, yje, diell, ju i adhuroni ato. Ama unë nuk i adhuroj çfarë ju adhuroni. Pastaj tha wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, as ju nuk adhuroni atë Zotin që adhuroni. Do të tërë punë të ndame. Ju i adhuroni idhujt e juve, unë adhuroj Zotin tënë, edhe andaj duke adhuru ju idhujt e juj, nuk mundet me adhuru Allahun në Zotin tënë që adhurojme. Wala ana abidun ma abadtum, andaj kur nuk do të ndodhë që unë të adhuroj të njëherë atë që ju adhuroni. Kjo është
një vërtetim i asaj të parës. Se sot unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni, mirë po ta dini se kjo nuk është vetëm për sot. Është prej sot e deri kiamet. Kur nuk ka mendohet që unë si pejgamberi i Allahut edhe na si hyrtarët e tij, si besimtar musliman, me ardhë puna me adhuru atë që adhurojnë ata. Wala antum aabiduna ma a'bud, por për shkak të inatit tuaj, për shkak të refuzimit të fakteve dhe argumenteve, edhe ju nuk do të adhuroni atë që adhurojnë Allahu xhelal, lakum dinukum waliya din, andaj ju e keni fen tuaj në këto besime dhe kuptime tuaja, dhe unë e kam fen time nga Allahu xhelal me parimet e besimit islam dhe kuptimet e pasatra të islamit. Pra, kjo është përkthimi i kësaj sure që jep një mesazh shumë të madh për asaj kohe deri më sot që besimtari duhet me qenë i vendosur me besimin e vet. Duhet me qenë krenar me islamin e tij. Asnjëherë nuk duhet me pranu kompromise dhe me lëshu parimet bazë të islamit. Sepse feja Allahu xhelal prej karakteristikave që i ka, e ka këtë. Nuk pranon pasardhëqe, marrëveshje, kompromise, koncesione dhe tjera. Vërtetësia e islamit, vërtetësia e parimeve të islamit janë aq të mëdha, janë aq të argumentuara, saqë nuk pranon dikush të bëjë pasardhëq të thonë pak për teje, pak për me, për bëjmë bashkë. Jo. Ose e pranon islamin si duhet, ose e jo besimtar. S'ka islam të pjesërishëm, ku praktikimi islamit në mënyrë parciale, copa. Edhe kjo është një prej mangësive që kemi na si umet islam tash në shekullin e 15 hijretit. Se dojna pak me qenë musliman e pak me jetu me jahiliet, me adetja dhe zakon. E Allahu xhelal neve si besimtar na ka thonë: Ja eyyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. O ju besimtar, heni tërësisht në islam dhe mos ndiqni hapat e shejtanit. Se largimi nga islami ndodh hap pas hapi, devijim pas devijimi, gjunah pas gjunahi, ignorancë pas ignorancë. Derisa ta shashveta se ke shku larg. Andaj dhe Allahu xhelal hini në islam tërësisht, pranone ofertën e islamit si kuptim të jetës, si këndvështrim të jetës, si pikpamje mbi jetën, edhe në bazë të këtyre parimeve që i ofron islami, jeton jetën tuaj dhe zhvillon e vetveten dhe shton e kontributin në zhvillimin tuaj personal, të familjes tuaj dhe të shoqërisë ku jetoni, po edhe botës në përgjithësi. Dietarët kur e kanë elaboruar këtë sure kanë nxjerrë shumë mësime dhe porosi. Dhe thotë çdo shkronjë i ka dhënë rëndësi dhe kanë shkruajtur vëllime dhe vëllime në lidhje me këtë sure të shkurtër. Pra unë të mundohem kohën që kemi disponim të përmendi vetëm disa për të. E para, besimtari duhet me qenë i qartë dhe i zëshëm në parimet e tija. A je musliman, Allah? Po, thuje me plot gojë, thuje me krenari, mos të vjene marrë që je musliman, nuk i nevoj me ullë kokën para tjerë. Islami në mbrenda këtyre 15 shekujve ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në zhvillimin e këtij botës. Këtë që zhvillim teknologjik edhe informatik që është në botë, është fort kontributi të jashtëzakonshëm që ka dhënë muslimanët në sferën e matematikës, e sidomos në zbulimin e zeros. Se muslimanët janë ata që kanë zbuluar numrin 0, edhe prej sifër arabisht është transformuar si emërtim i kësaj pikës që gjuhën arabe ka qenë pikë, pastaj është bërë mullak, edhe ka kuptimin e zeros, edhe me zeron është zhvilluar matematika dhe ka ardhur deri sot që në algoritmet e internetit me qenë element bazë.
Edhe këtë shkenca sot që zhvillohet i ka bazat tek kontributi i jashtëzakonshëm i muslimanëve, do të thotë që ka dhënë edhe sidomos tek kontakti i perëndimit me shkencën islame në Andaluzi, në Spanjë. Derisa nuk ka rrap kontakt perëndimi me shkencën që kanë ofruar muslimanët në Spanjë, ata kanë jetu atë epokën e mesjetës që është e njohur në histori e shkollave tona dhe librat e historisë në përgjithësi. Andaj kjo është mësimi i parë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i thanë mushrik, hajde të bëjmë një pazar, një vjet na të adhurojmë Zotin tanë e një vjet ti të adhurojsh Zotat tonë. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Kul ya ayyuhal kafirun o ju kafira, la a'budu ma ta'budun." Nuk bëm vaki unë ma adhuru atë që ju adhuroni. Asnjëherë. Edhe du të me qenë qartë, edhe të guzimshëm, edhe mos me në ardhë mare, as mos me ullë kokën, as me pas kompleks i inferioriteti, por të me qenë krenar me këtë fej që në ka thonë Allahu Gjelal, e cila krejt gjërat për cilët kemi nevoj i ka mbrenda vetës e ti. E dyta, do thotë, çdoja dhe ka me pas tentativ për me bon përzirje të fesë. Besoj që ju një pjesë e rinis e ka dëgju një term që tani disa vite të fundit përdoret fe abrahimite. Dhe të dohet në përmes këtij emërtimi të ofrohet një sintezë, një përzierje e krejt feve në një tërësi. Fe abrahimite tentojnë me bo duke bo kompromis ose përzierje e diçka nga krishterimi, e diçka nga hebreizmi, e diçka nga islami, e këtë ato mi paraqit si një tërësi edhe njerëzit si pas atyre mos mundan pas të fesë po me konë njëkt. Megjithëse ky emërtim edhe kjo ofertë e tyre feja abrahamite ka një dredhimas. Qëllimi është me e zhvendos islamin nga e përsia në cilën gjindet dhe nga dominanca me fakte dhe argumentet e veta e me shti në fundi që themi na të shkup ndër krishterizmin dhe hebreizmin. Sepse politikisht, ekonomikisht, ushtarakisht ata janë dominancë, kurse muslimanët megjithëse s'kanë fuqi politike, as fuqi ekonomike, as fuqi të organizuar ekonomike, megjithëse kanë resurse të mjafta ekonomike, e as që kanë fuqi ushtarake, mirë po e kanë një sen që është më e fortë se këtë kjo, është fuqia e fesë që kanë ata. E për me largu islamin muslimanëve, ofrojnë si lloj alternativash, andaj besimtari çdo herë që dikush ofron ofertë për t'i përzi këtë fetë për t'i bolamsh, do të me thonë, kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Nuk ka mundësi na me pranu si dhe kompromisesh, po na dhe i rinë besnik parimit e islamit, dhe adhurim vetëm Allahun dhe dhe këndryshem të gjitha adhurimet tjera përveç adhurimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, përcimeve dhe kodosive është që njeriu në jetën e vetë nuk duhet me lanë adhurimin në Allahut, parimet e islamit për qefet e njerëzve. Shpesh në bon vaki krejtve, hoxhallarve, profesorve, pazargjive, biznismenve, intelektualve, krejtve u bon vaki që me u ballafaqu më një anë parimi fesë islame, halalin dhe harami, adhurimi i Allahut, fidimi knasisë Allahut dhe në anë tjetër qefi i njerëzve, kërkesat e njerëzve. Edhe ta shkak me na, a t'ja përzim qefin Allahut, apo t'ja përzim qefin njerëzve. A t'fidojmë knasinë e Allahut, apo t'fidojmë knasinë e njerëzve, kjo sura në mëson neve vazhdimisht që çdo herë parim në jetën tonë do të qenë me fidu knasinë e Allahut edhe nëse kjo shkakton hidhrimin e njerëzve. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë, men iltamasa ridallah bi sakhatin nas, kush synon me fidu knasinë e Allahut, edhe pse i dhon njerëzit, ka me qenë me te i knaqër Allahu edhe njerëzit. E kush e i dhon Allahu, duke synu me fidu knasinë e njerëzve, ka me qenë me te i dhon edhe Allahu edhe njerëzit. E kuptoni? Kush e ka parim në jetën e vetë me knaqë Allahun, ndoshta në fillim dikush ka me kundërshtu, ndoshta në fillim dikush me te ka mu idhnu, ndoshta dikush në fillim ka me etiketu, ama në fundin e karierës e ti dhe angazhimit ti këtë ka mi qëtë knaqën për te. Po vazhdim, Allahu, krijuesi i qive dhe tokës, ai për të cilin na kemi nevojë në çdo frimarjen tonë, ai që nas mundemi me jetu pa te, nuk ban me mendu, nuk ban me guxu, me mendu, me barazu Allahun me krijesat tjera. A e kuptoni?
çfarë gabimi bëjmë na kur jemi në një lloj udhkriçi të tillë, kur na e barazojmë madhinë Allahu xhalal me vogëlsinë e njerëzve. Kush do qoftë ai? Kryetar shteti, kryetar qeverie, kryetar komune, drejtor kompanie, drejtor shkolle, rektor universiteti, drejtor firmes, kush do qoftë ai? Nuk kemi të drejtë na me ul madhinë Allahu xhalal me shtimin e nivel me vogëlsinë atij njeriu i cili deri dje ka qenë anonim i panjohur, sot e ka marrë një titull politik apo një titull administrativ dhe tregohet ose shfaqet se është dikush. Andaj kjo është punësi shumë e madhe, që na kur kemi kësi lloj situatash, vazhdimisht mi dhëmë përparësi kënaqësisë së Allahut para kënaqësive të njerëzve, kështu e fitojmë edhe kënaqësinë e Allahut, edhe kënaqësinë e njerëzve, përndryshe e i rrim Allahun kanë mbyllur edhe njerëzit me ne. Gjithashtu mësimeve dhe porosive që janë të rëndësishme është se kjo rrugë kërkon qendresë. Nuk është një herë dhe dy herë, nuk është një ditë e dy ditë. Na si musliman duhet me eduket jetën tonë. Dikush për neve ka në herë, momente caktume, për shembull, shkon në Qabe, kallëzohet musliman i mirë. Shkon në Berlin, e shet fenë e tij. Shkon në Evropë, kallëzohet ndryshe. Shkon në Indje, kallëzohet ndryshe. Më një kosa apo një ri, apo në xhami, ka bo shaka bo, kuj ka bo 2 vjetë, ka desh më ukthi, apo me ndryshu rrethanat pej situatave dhe angazhime dhe drejta që i ka. Është me njerëz jo fetar, bëhet si ata. Është me njerëz fetar, bëhet si ata. Jo. Besimtari duhet me kon besnik parimet e veta, të gjitha kohrat, të gjitha situatat dhe të gjitha rrethanat. Nuk duhet me lut bish, as me ndryshu ngjyrën. U bo kameleon, si pas rrethanave, situatave, njerëzve, ai u tregue dikun fetar me fetar e dikun jo fetar me jo fetar. Jo. Besimtari duhet me kon parimor të gjitha situatat, të gjitha vendet, edhe të gjitha kohrat. Jo me fillu me fejnë e pas një kohë nga presioni i punës, nga presioni i familjes, nga presioni i rrethanave me non fejnë. Jo. Ja ke nisi besimtar, vazhdoje si besimtar, ecë përpara si besimtar, deri sa të jesh gjallë. Thotë Allahu xhalal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adhuroje Zotin tan deri sa të vdekje. Andaj gjithë jeta jonë, që nga fillimi 15 vjeçar, kur e kemi obligim me qenë fetar, e deri në fundin e jetës sa na ka dhënë Allahu imër, a 70 vjet, a 80 vjet, a 90 vjet, na vazhdimisht duhet me qenë besimtar, besnik ndaj fesë Allahu xhalal, besimtar të devotshëm, besimtar të cilët e kanë prioritet në jetën e vetë fenë Allahut, e jo qefet, e jo dëshirat, e jo aspiratat, e jo interesat e tij meskine, materialiste, momentale, kësaj bote të cilat megjithëse mund të qenë shumë të mëdha, përderisa kanë fund ato janë të vogla. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga kjo sure, është se besimtari duhet me pas qartë. Se njeri jo besimtar, i cili e sulmon Islamin, i cili e kundërshton Islamin, i cili tregon mblef dhe Islamit, nuk duhesh me prit prej tij që me bisedat tuja, me debatet tuja me ja mbush mendjen ose me ja paksu atij mllefin dhe urrëtin e Islamit. Allahu xhalal në Kur'an e ka përmendur shumë qartë. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, ka thonë ky mllef edhe ky inat edhe ky hel që e qesin ata nga gojët e tyre është shumë ma e vogël se ajo që mshefin ata në zemrat e tyre. Andaj mlefi i irritarëve, i jo besimtarëve, armisor dhe Islamit, na musliman e këtij shekulli, e këtij viti, e këtyre viteve e kemi pa shumë të qartë në Gaza të Palestinës. E kemi pa me sytë e ballit, atë që neve na ka tregu Kurani para shumë shekujve, se ata nuk kanë rahmet as për gru, as për fëmijë, e as për plak, as për shtëpi, e as për dru, e as për spital, e as për faltore, as për kafsh, e as për njeri. Pra që ata mllefin, inatin, urrëtitjen që e kanë në zemrat e tyre, ata nuk dinë me mëshiru asket. Kurse besimtar, gjatë gjithë historisë së Islamit, edhe momentet ma fuqishme ku kanë qenë sundimtar, edhe atëherë ku kanë sundu edhe kanë shiru shumë vende, asnjëherë s'kan po masakra e gjenocide, ashtu siç kanë po jo muslimanët, edhe luftën e parë botërore, edhe luftën e dytë botërore, edhe tash të luftat e fundit, këto dekada që na po i shohim në ekranet televizive.
Andaj dallimi është shumë i madh. Pra shkak ti nuk duhesh me prit i ti mëshirë, sa i s'ka mëshirë. Mëshirë ka zemra e besimtarit e cila është e mbushur me iman, e pa iman nuk ka mëshirë ndaj askujt në këtë botë. Andaj këto janë disa mësime që na desha t'i ndajmë me ju për këtë sure që është e shkurtë dhe që na duhet të lexojmë në shumë adhurimet tona dhe leximi i kësaj sure duhet të ngjallë zemrat tona dhe mendjet tona këto kuptime që na në prizmën e këtyre mesazheve që i nxjerrim në këtë sure ta ndërtojmë pikpamjen për jetën tonë dhe qëndrimin për të tjerët që na rrethojnë në vetët tona. Lutim Allahun të na falë mësimet dhe gabimet tona, të na pranon adhurimet dhe lutjet tona. Lutim Allahun e madhëshëm ashtu se na ka bashkuar në këtë xhami, na bashkon edhe në xhenetin e Firdaus, në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.